Në zemër të natyrës dhe historisë, Zogaj priti vizitorë dhe dashamirës të trashëgimisë kulturore që u njohën nga afër me jetën, traditën dhe mjeshtërinë e banorëve të zonës. Programi përfshiu një seri aktivitetesh që sollën në vëmendje bukuritë natyrore, jetën e përditshme dhe pasuritë shpirtërore të komunitetit. Guida lokale në rrugicat e fshatit dhe në pikat karakteristike pranë qenit, rrëfimet historike, kinemaja në natyrë, punëtori artizanal, degustime të gatimeve tradicionale. Jemi mbledhur sot këtu në fakt për aktivitetin Tregime Fshatin, që po merremi tani që 2 vite nëpërmjet projektit në fshat, ku kemi zgjedhur 5 fshatra gjatë gjithë Shqipërisë, Lekbibaj, Zogaj, Rabdisht, Nepravisht dhe Bobështic. Dhe tani erdhi radha Zogaj. Arsyeja pse jemi mbledhur këtu është sepse gjatë 2 viteve fundit kemi ndërtuar produkte turistike në fshat, nga më të ndryshme dhe që janë unike për fshatin Zogaj. Këto u ndërtuan së bashku me komunitetin e Zogaj, dhe kishte një lartëshmëri të produkteve të ndryshme që ne po punojmë tani në Zogaj. Duke numëruar nga renovimi i 14 varkave të peshkimit, duke u bler jelek shpëtimi për peshkatarët, rjeta të reja peshkimin, janë vendosur kosha të plerave në fshat dhe gjithashtu tabela orientuese në pika turistike të fshatit. Më tutje është punuar në ngritje të kapacitetesh me bizneset e zonës, dhe tani e tutje jemi duke aplikuar dhe në fakt është arritur aplikimi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me ndihmën e GIZ Shqipëri për fshatrin më të mirë turistik në botë, ku Shqipëria po konkuron me 6 fshatra total. Zogaj, fshati piktoresk Buzliçeni të Shkodrës u kthye për 2 ditë në një qendër të gjallë të kulturës, turizmit dhe trashëgimisë shqiptare përmes eventit Tregime Fshati, që u zhvillua në datat 13 dhe 14 qershor. Ky aktivitet është pjesë e iniciativës në fshat, e ndërmarrë nga GIZ Albania dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, që për vitin 2022 synon të krijojë modele të qëndrueshme të zhvillimit rural dhe fuqizuar komunitetin lokal dhe vlerat e tyre autoktone.